Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi natën e sonte me mua Tirona Lirin për të komentuar pak ngjarje të dinamike që në fakt po ndodhin në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova. Një lidhje dashurie që tashmë është shkatëruar mes Edit edhe Dolçes, ku Edin e shohim tepër të afërt me Bia Kalifën. Tani nuk e di në qoftë se Bia e ka një mision nga vllau i madh që të përçajë sa më shumë çiftet në atë shtëpi, sepse për javë të tëra që në fakt po ndodh kjo ngjarje, ky Big Brother, po shoh që Bia bëhet pjesë e çunave që kanë ndërtuar brenda shtëpisë një lidhje dashurie. Afrimiteti me Edin është bërë një afrimitet jashtëzakonisht i madh që në fakt po komentohet shumë jashtë, disa e mbështesin si marrëdhënie si lidhje, por disa të tjerë edhe nuk ju duket diçka e pëlqyer. Ditën e djeshme kemi parë shumë afrimitet, kemi parë shumë pozitivitet, shumë energji, teksa Edi e merrte në krah Bien, po jetonte momente me të, po e shionte Bien, por shoh që nuk ka asnjë lloj reagimi nga ana e Dolçes. Do thënë Dolçe ka marrë shumë shtruar, sikur nuk e do fare dhe sikur nuk e ndje fare Edin. Dhe kjo gjë në fakt ka ngritur një pikpyetje të madhe në qoftë se Edi këtë gjë e bën sepse e ndjen dhe ka nevojë për një femër në krah që e josh që e eksiton atë, që në rastin e Bies po të shikojmë në mënyrë të detajuar Edi dhe Bia janë të eksituar, apo thjesht domethënë është kjo interesi që Edi ka për klikime. Por Dolçe është larguar krejtësisht edhe nuk i plas fare. Por dinamikat nuk ka ndodhur këtu, për shembull në këtë mes është përfshirë edhe Labinot Rexha, i cili ka patur një konflikt të madh nga ky mes dhe më pas duke dalë te kushtrimi, duke e ofenduar Kushtrim Kelanin, duke e quajtur serb. Do të thënë Labinoti brenda kësaj shtëpie fatkeqësisht ka përdorur shpesh herë këto akuzat të drejt banorëve, e përdori akuzën kundërdrejt Sasës Dragana, kundërdrejt banorëve të tjerë ofendime të ndryshme, për Elionën ka fol fjalë të ndryshme duke dhënë edhe informacione nga jashtë dhe nuk ka patur reagime në fakt nga ana e produksionit për asnjë lloj veprimi, por nuk kishte reagime edhe drejt kushtrimit në fakt nga ana e produksionit, drejt Labit për fjalën e ulët që përdori për kushtrimin. Por familja e Kushtrim Kelanit ka ardhur me një reagim publik. Si menaxhment familjar dhe mbështetës të kushtrimit, ndjejmë obligim të reagojmë ndaj gjuhës së papranueshme të përdorur sot nga Labinot Rexha në Big Brother VIP Kosova, ku kushtrimi u etikua në mënyrë fyese si serb. Labinot Rexha e goditi kushtrimin me fjalën serb, edhe pse kushtrimi i tha Labinotit do ta bi qefinin. Qefini është mbështjellësia e kufomave. Kjo nuk është hera e parë që Labinoti kalon kufin te komunikimit. Më herët kishte kërcënuar kushtrimin duke i thënë se nuk do ta lejoj të këndojë në Zvicër. Atëherë zgjodhëm të mos e bëjmë të madhe situatën me respekt të lojës dhe formatit, por sot u tejkalua një vit ku heshtja nuk është opsion. Megjithatë, përdorimi i etikave me prapavi etnike është i patolerueshëm, i rrezikshëm, ofendues edhe përçarës. Kërkojmë reagim të qartë e të drejtë nga produksioni për të garantuar se gjuha e urrëties dhe etiketimet degraduese nuk kanë vend në këtë format. Ku ngjajshëm në të kaluarën, etiketimet të tilla janë dëshkuar me zarf të zi, e përjashtimet menjëhershme, standardet nuk duhet të jenë selektive. Dinjiteti i kushtrimit dhe familjes së tij nuk negociohet. Më thënë këtu kanë përfshirë edhe Jozi dhe Gjestin, që në fakt patën të njëjtën situatë ku Jozi e quajti Gjestin birshkine, që menjëherë do të thënë u pezullua nga Big Brother VIP Albania, por një rast si tillë nuk ndodh në Big Brother VIP Kosovën. Pa marrë parasysh çfarë gjuhë urrëtiesh, çfarë inati, çfarë mlefi përdoret në atë shtëpi, Big Brother VIP Kosova nuk po reagon në asnjë lloj mënyre.